Një tjetër personazh i botës së krimit shqiptar pritet të ekstradohet nga Dubai. Bëhet fjalë për shtetasin Amar Shkëmbi, ndaj të cilit 3 vite më parë, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për një seri veprash të rënda penale. Gjykata e posaçme i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale, vrasje e funksionarëve publik mbetur në tentativë, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthuese dhe municionit, sigurimi kushteve dhe imjeteve materiale për të kryer vrasje dhe vjedhje kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, njoftoi policia e shtetit. Sipas urdhër arrestit të lëshuar nga SPAK ndaj Amar Shkëmbit, ai së bashku me Flauren Dervishen, Julian Meçajn, Bledar Polovina, Redian Raja dhe Ariol Halila i kanë vepruar në vitin 2019 në formën e grupit të strukturuar kriminal. Aktualisht procesi gjyqësor ndaj Amar Shkëmbit është pezulluar me 1 vit në gjykatën e posaçme për shkak se ai ishte në kërkim. Ndërkohë me ardhjen e tij automatikisht procesi i pezulluar rihapet duke e vijuar gjykimin normalisht.